referuar disa statistikave, statistikat janë të frekshme, në Kosovë ka mira organizata jo qeveritare të formuara që nga pas lufta deri më sot. Dhe këtu, duke qenë se duhet të kesh të paktën 3 persona për ta themeluar një OJQ, të cilën do ta ndikojnë një dorë huaj, domethënë përmes financimeve të tjera dhe i jap narrativën se çka duhet bëj, çka duhet punoj. Së fundmi për shembull, jemi dëshmitar ku ekziston një organizatë e cila merret me tekstet e nxënësve tonë në shkolla dhe raportet e saj janë të atilla që duhet hequr figura e Hamit Sokolit nga librat e historisë, sepse nuk përkon me vllazërim bashkimin e ri. Shkojnë deri aty sa kanë propozuar që edhe lahutën e Malësisë të Gjergjvishtës ta largojnë sepse nxit nacionalizëm të tjera. Pra shihni në çfarë niveli dhe ku sulmojnë këto. Pra kemi një klasë politike e cila formohet edhe përmes OJQ.